بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allahun e falenderoj. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: ai i cili i jep sadaka qoftë edhe sa vlera e një kokre hurme, prej fitimit të tij halal. E Allahu i madhruar nuk pranon përveç atë që është halal edhe e fituar me ndershmëri. Do të thonë teksti i hadithit është kështu: ai i cili jep sadaka prej fitimit, ai i cili jep sadaka qoftë edhe sa vlera e një kokre hurme prej fitimit të tij halal. E Allahu nuk pranon përveç se atë që është halal, thot Allahu e merr atë me dorën e tij të djathtë. E pastaj e zhvillon, e rrit atë për të mirën e atij që e ka dhënë, sikur se thot ndonjëri prej juve e rrit mazin e vogël të kalit, kur don me rrit për vete, për nevojat e veta, ndërsa Allahu atë e rrit thot derisa të bëhet sa një bjeshk. E që njeriu e gjen pastaj atë pastaj në ditën e gjykimit. Ky është hadithi. Pra Allahu i madhruar e trajton sadakan të cilën njeriu e jep prej përfitimit ose prej fitimit të vet halal, e Allahu, sikur se e nënvizon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk pranon përveç se atë që është halal. Allahu pastaj e merr atë me dorën e tij të djathtë edhe e rrit shumë derisa të bëhet sa një bjeshk. Ky hadith, ky udhëzim profetik u jep besimtarëve mundësinë me e kuptu se kur dojnë me bë diçka për hir të Allahut fuqiplot, ajo mundet me qenë edhe dhënie konkrete, dhënie e diçkaje konkrete. Njeriu nuk bën në asnjë mënyrë me e nënçmu, me e nënvlerësu asnjë mundësi. Le të jetë ajo një sadaka e cila e kap vlerën e një kokre hurme. Për shembull, me e pas një njeri të uritur, i cili ndoshta ka nevojë për shumë ma shumë se sa kemi ne mundësi me i dhënë, nuk bën dikush me thonë vallahi ajo që unë kam mundësi me dhënë është shumë pak, është shumë e kufizume, andaj këtij Allahu ja boft çarën e takoft Allahu me dikon i cili ka mundësi me ja plotësu komplet nevojën e tij. Për arsye se edhe një kokër hurme ti nëse ja jep, atij realisht nëse nuk ja ke zgjidh problemin, ja ke zvoglu krizën. Nëse nuk e ke ngopë në tënësi, ja ke zbut pak urin, ose ja ke zbut pak varfrin, ose kështu diçka, edhe në këtë rast, synimi i vetëm edhe kushti i vetëm do të me qenë që fitimi, do të thonë ajo që ka jipet për hir të Allahut, me qenë e fitume prej halalit. Për arsye se Allahu i madhruar nuk pranon asgjë tjetër përveç halalit që i vjen. Nëse ndonjëri ka pasuni që ai ka fitu, ndoshta jo në mënyrë të ndershme, të lejume, edhe don me dhënë, ai jep mirë, po Allahu i madhruar atë që është fitu në mënyrë jo të lejume, atë Allahu nuk e pranon. Ndërsa dallimi te fitimi halal i besimtarit qëndron në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se kur besimtari e jep çatë, sado e pakt që tjetë, Allahu i madhruar e pranon ato me njëherë. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar, ka thonë Allahu e pranon atë me dorën e tij të djathtë. Edhe Allahu e rrit atë, e shton atë, e shumon atë, sa që njeriu kur do të dalë në ditën e gjykimit mundet mos me e njoft sadakan e vet. Për arsye se e ka dhënë një kokër hurm ose diçka të ngjashme me të, e gjen sevapin sot një bjeshke të madhe. Edhe deri këtu, po mendoj është një shpjegim lidhur me atë që është konkrete dhe materiale që kushdo prej besimtarëve është i gatshëm me e dhënë, po nga njëherë mundet me i ardhë ndonjë ide edhe me thonë vallahi e kisha dhënë se s'kam ma shumë çka me dhënë, mirë po çka bën kjo punë. Që ajo e pakta cilën ti e jep mundet me konë shumë ma me vlerë se ndonjë e shumët
të cilën dikush e jep e ndoshta nuk e ka fitu me halal. Ose ajo e pakta e jote e fitume me halal, dhe kjo e shumta e këtij tjetrit gjithashtu e fitume me halal. Ajo e jotja mundet me konë një përqindje e madhe asaj pak pasunie që ti e ki, e me konë me të i kalu me vlerë atë përqindje të vogël të asaj pasunie të madhe që dikush e ka, e që me përqindje vlerësohet ndryshe. Ka ardhur një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë nga njerë ndodhë që 1 dirhem i dhonën e të i kalon vlerën e 100.000-ve. Jenë çudit njerëzit qysh, po ky që e ka dhonë 1 dirhem, ndoshta veç 2 i ka pas, ose veç 3 i ka pas. Edhe e ka dhonë gjysa. Ai cili i ka dhonë 100.000, ai ka mujt me pas miliona. Shumë miliona, dhe kur të këshërsh hesap, kur të bësh hesap, i ka ra një përqindje shumë e vogël e asaj që ka pas. Për me përmbledh këte, do të me majtë mend në rrullazën se Allah i madhruar kur njerëzit të bojnë diçka mirë, qofta ajo dhënie, ose qofta ajo një fjalë që nga njëherë, se edhe fjala e mirë është sadaka, edhe ndihmesa konkrete, jo materiale. Për shembull, me ndihmu dikon konkretisht, fizikisht, ose me ja tregu dikuj rrugën, ose kështu me radhë. Të gjitha ato format e sadakas që në sytë tonë edhe në sytë e kujdo munën me u dok të vogla ose të pavlera, nëse janë në radhë të parë të fitume me halal, në radhë të dytë të kryme ose të dhonuna ose të ofrume si ndihmesa me përzemërsi dhe sinqeritet, që njeriu e bën për hir të Allahut fuqiplot, ajo më e rëndësishmja do të më qenë thjesht nëse Allahu e pranon. A nëse Allahu e pranon, atëherë shpërblimin e saj Allahu e shumë fishon, e rrit nga njëherë del në atë mas, sa që ai i cili ka vepru, ai i cili ka dhënë, ai i cili ka ofru diçka, do të çuditet o do të hapitet me shpërblimin që Allahu i madhruar ka përgatitur për ata të cilët e veprojnë. Allahu i madhruar na mundsoft që me i kuptu drejt edhe mirë këto udhëzime, edhe me u gjind pikërisht aty ku është kënaqësia e Allahut fuqiplot. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.